Ëndra e Kosovës për një kualifikim historik në botëror është shuar në Prishtinë, pasi dardanët u mposhtën 0-1 nga Turqia në finalen e play-offit. Në një atmosferë elektrizuese në Fadil Vokri, sfida dhuroi ritëm dhe emocione. Turqia u shfaq më kërkuese në start, por vendasit reaguan pas minutës së 20. Rasti më i parë për Kosovën erdhi në minutën e 29, kur Aslani provoi nga distanca, por portieri Çakir devijoi në mënyrë vendimtare. Goli vetëm i takimit u shënua në minutën e 53 me Aktur Goglu që konkretizoi një rast brenda zonës. Pavarësisht përpjekjeve deri në fund, Kosova nuk arriti të gjejë barazimin, duke u eliminuar me kokën lart dhe me ndjesinë se botërori ishte më pranë se kurrë. Ndërkohë kombëtarja shqiptare u mposht 1-0 nga Ukraina në një ndeshje miqësore të zhvilluar në Estadi Città di Valencia, ku qezinte nisën takimin në mënyrë të balancuar dhe e krijuar disa tentativa, ku rasti më i pastër në pjesën e parë erdhi nga Broja në minutën e 25, por pa sukses. Fraksioni i parë u mbyll në barazim pa gola. Në nisje të pjesës së dytë, Ukraina gjeti menjëherë avantazhin me Gyt Sylak në minutën e 46 pas një goditje me kokë. Shqipëria reagoi me disa zëvendësime dhe tentativa në sulm, ndërsa Laçi u afrua golit me një goditje të fortë nga distanca në minutën e 59, por pa konkretizim. Pavarësisht përpjekjeve deri në fund, skuadra e Silvinjës nuk arriti të ndryshojë rezultatin, duke mbyllur miqësoren me humbje minimale.